Speci djegës perfekt në kurimin e këtyre tre sëmundjeve, vetëm se duhet ta përdorni në këtë mënyrë. Speci djegës përdoret gjithashtu në mjekësinë moderne për zbutjen e dhimbjeve të personave që të cilët vuajnë nga artriti dhe luhatja e sheqerit në trup. Përfshirja e speci djegës në dietën tuaj do të ofrojë vitaminën C, e cila ju mbron gjithashtu kundër infeksioneve. Gjithashtu tek speci i kuq djegës do të gjenden edhe sasi të mira të vitaminës C, të cilat i atribuohen vetive afrodiziake që kanë të bëjnë gjithashtu edhe në rritjen e performancës suaj në marrëdhënie. Por për te shijes pikante, speci ka edhe një sër funksionesh terapeutike, të cilat do t'i rëndisim në këtë video sipas ekspertëve të Healthline. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Speci i kuq djegës mund të ofrojë një mbrojtje shumë të mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Specat e kuq djegës mund të mbrojnë kundër sëmundjeve kardiovaskulare, të zvogëlojnë rrezikun e sulmit në zemër, gjithashtu edhe rrezikun e goditjeve në tru dhe të reduktojnë ndikimet negative të kolesterolit të keq në organizëm. Speci i kuq djegës është një lehtësues shumë i mirë kundër problemeve të presionit të lartë të gjakut. Është provuar shkencërisht se specat e kuq djegës mund t'japin lehtësime mjaft të mira në uljen e presionit të lartë të gjakut dhe të relaksojnë gjithashtu edhe enët e gjakut. Speci i kuq djegës është një parandalues kundër radikaleve të lira. Studimet kanë treguar se kapsaicin të specat e kuq djegës do t'japi rezultate fantastike në betejën kundër radikaleve të lira, në rritjen e imunitetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Gjithashtu, speci i kuq djegës ka veti të mira antiinflamatore që do të bëjnë ndryshime parësore në mbrojtjen e organizmit. Specat kanë veti antiinflamatore, madje rekomandohen ndjeshëm edhe kundër rasteve të problemeve të kollës. Ai lehtëson dhimbjet të reumatizmale dhe gjithashtu rekomandohet edhe si një zgjidhje lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Por këtë mjafton zbutja e tij për një farë kohe në një sasi alkooli dhe aplikimi në vendin ku keni dhimbje. Kështu përfitimet që do të keni në mbrojtjen e shëndetit do të bëjnë një ndryshim parësor në shëndetin tuaj dhe gjithashtu edhe lehtësimin e dhimbjeve të artritit. Speci i kuq djegës do ju çlirojë gjithashtu edhe nga problemet të cilat lidhen edhe me shëndetin e zemrës. Ushqimet pikante do të stimulojnë prodhimin e serotoninës, një hormon i cili mund të shërbejë për njerëzit të cilët të ndjehen më mirë, prandaj është domosdoshme në luftimin kundër problemeve të depresionit. Speci nuk këshillohet të konsumohet nga ata persona të cilët vuajnë kryesisht edhe nga ulçrat dhe nuk ndihen mirë. Prandaj është e rëndësishme që të mos e përdorni specin e kuq djegës kur keni probleme gastrointestinale, gjithashtu hepatit, hemoroide dhe ciste. Për të vegjelit nën 13 vjeç, speci i kuq djegës nuk këshillohet të përdoret pasi mund të nxjisë edhe krijimin e inflamacioneve të ta. Gjithashtu, për të shmangur shqetësimet në sasi të kufizuara duhet të përdoret edhe nga gra shtatzana për të evituar kështu komplikacionet që mund t'i kanosen shëndetit të tyre. Speci i kuq djegës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e problemeve të migrenës. Në farmaci shiten sprite me përmbajtje të specit të kuq djegës, të cilat mund të lehtësojnë edhe dhimbjet tuaja të migrenës. Ato kanë një formulë vërtet të veçantë të kapsaicinës, një përbërës që gjendet te specat e kuq djegës që mban edhe te farat një sasi të madhe të elementeve ushqyes. Gjithashtu, gjatë testimeve të këtij produkti u pa se përfshirja e sprite përhundët me specat e kuq djegës do të lehtësonte dhimbjet e migrenës kur ato sapo kanë filluar dhe jo kur janë në kulmin e vet. Speci i kuq djegës cilësohet si një produkt i cili mund t'ju zgjasë edhe jetën. Hani specat e kuq djegës dhe do të jetoni gjithashtu më gjatë. Një studim afatgjatë ka treguar se njerëzit që konsumojnë të paktën një spec të kuq djegës të freskët në dietën e tyre patën gjithashtu një performancë më të mirë të shëndetit të tyre, duke përmirësuar jetëgjatësinë me të paktën 10 vite. Shkencëtarët mendojnë se kjo ndodh falë edhe ushqyesve që përmbajnë specat e kuq djegës me fuqitë e lartë ushqyese siç është edhe kapsaicina. Speci i kuq djegës mund të përdoret gjithashtu si një pastrues dhe lehtësues i problemeve tuaja të lëkurës. Gjithashtu edhe për hundët e bllokuara.
Nëse ju janë bllokuar hundët dhe të shtini shpesh, por edhe nga ana tjetër nuk jeni ftohur, nuk keni alergji ose nuk pini gjithashtu duhan, një gjurmë mjekësore mund të gjendet në lehtësimin e specave të kuqdjegës në dietën tuaj, pasi aroma dhe shija e tyre mund të lehtësojë hundët e bllokuara dhe të përmirësojë gjithashtu edhe aparatin respirator. Specat e kuqdjegës janë një zgjidhje lehtësuese në përshpejtimin më të mirë që mund të marrë organizmi juaj. Përshpejtimi i metabolizmit do të ndihmojë në rënien e tepërt të kilogramëve të mëdhenj. Kapsaicina përbërësi që gjendet te specat e kuqdjegës përshpejton procesin e ngrohjes dhe djersitjes së trupit. Ky përbërës do të aktivizojë gjithashtu edhe një sensor i cili mund të jetë një element që të parandalojë zhvillimin e problemeve të djamit dhe të kontrollojë oreksin në mënyrë më të lehtë. Specat e kuqdjegës cilësohen sipas Healthline si një lehtësues i problemeve të artritit. Kapsaicina është një përbërës kryesor të specat e kuqdjegës, i cili mund të përdoret gjithashtu edhe në kremra të ndryshëm, dhe rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Specat e kuqdjegës të aplikuara në kombinim me vajin e ullirit dhe në formën e masazhit në vendin ku keni probleme do të lehtësojnë shqetësimin derisa të merrni trajtimin e specializuar nga mjeku. Specat e kuqdjegës janë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër problemit të radikaleve të lira. Kapsaicina dhe specat e kuqdjegës mund të tregojë një mbrojtje më të mirë të shëndetit në betejën kundër radikaleve të lira. Dhoji i cili mund të ndikojë më shumë në organizmin tuaj është ai i cili prek zorët, mëlçin edhe mushkëritë dhe pankreasin. Ndaj përdorimi i specave të kuqdjegës në këtë mënyrë fare lehtë në dietën tuaj mund të cilësohet një mburojë efektive. Specat e kuqdjegës mund të përdoren gjithashtu për të konservuar ushqimin në mënyrë më të sigurt. Specat e kuqdjegës kanë veti të mira antibakteriale natyrale. Ato mund të largojnë mikrobe dhe të ofrojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë në fermentimin e ushqimit. Dhe nëse doni t'i ruani ushqimet tuaja për një periudhë më të gjatë kohore, përdorimi i specave të kuqdjegës në këtë rast mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese. Sipas WebMed, specat e kuqdjegës janë një lehtësues gjithashtu dhe forcues i shëndetit tuaj imunitar. Specat e kuqdjegës janë të pasura me një sër lëndësh ushqyese të rëndësishme, sidomos për trupin dhe shëndetin e njeriut. Ato janë të pasura edhe me vitaminën A, vitaminën C dhe vitaminën B, gjithashtu edhe me vitaminën E. Disa studime kanë treguar se kapsaicin mund të veprojë edhe për të qetësuar qelizat dhe të mbrojë nga parandalimi i inflamacioneve në organizëm. Ndaj përdorimi i specave të kuqdjegës në këtë rast, sipas WebMed, do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të forcuar sistemin tuaj imunitar. Të mirat që i vinë në shëndetit tuaj për konsumin e specave të kuqdjegës janë vërtet të larta. Ato mund të ofrojnë një lehtësim më të mirë kundër peshës së tepërt, citon Brightside. Studimet tregojnë se specat e kuqdjegës mund të rrisin aftësinë për të djegur dhjamin dhe për të ulur oreksin, duke ngrënë gjithashtu edhe më pak ushqime jo të shëndetshme, çka do të ndikojë drejt për së drejti në aktivitetet e trupit në betejën kundër këtyre komplikacioneve, të cilat ju shtojnë edhe në peshë. Gjithashtu, speci i kuqdjegës mund të përdoret në parandalimin e infeksioneve të ndryshme dhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Bota e ka përdorur specin e kuqdjegës si një bimë për të ruajtur ushqimet, sidomos në kohët e vështira. Sidoqoftë, shumë njerëz nuk e dinë se speci i kuqdjegës është i pasur me veti të mira antibakteriale, të cilat mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Gjithashtu, specat e kuqdjegës mund të luftojnë problemet e shkaktuara kryesisht edhe nga migrena. Një mënyrë për të përfituar nga konsumi i specave të kuqdjegës është t'i përfshini ato në dietën tuaj të rregullt nëse vuani nga migrena. Përdorimi i tyre në gatime ose në spray mund të jetë një zgjidhje lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve, citon Brightside. Specat e kuqdjegës janë të mira edhe kundër hipertensionit, por nëse merrni medikamente të caktuara dhe doni të konsumoni specat e kuqdjegës, konsultohuni më parë me mjekun tuaj për të evituar kështu edhe ndikime negative të tij në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të ofrojnë ose të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.